Po janë faktikisht gjana që mund ndodhin brenda këtyre 2 ditëve dhe është një situatë normale, sepse janë... Pra është rradha e vetëvendosjes ta hedhë hapin në drejtim? Vetëvendosja nuk damtohet në prizmën teme nëse hyn koalicion me PDK-n për shkak se numrat janë të tillë, e kemi një parti shumë të fuqishme, këtë rast vetëvendosjen do thotë që i ka me koalicionet e veta 56 deputet të sigurt, edhe PDK-ja i ka 24, matematikun si kam pas bashkëpunë të mirë, që ta kam shku në fakultet juridik, edhe i bjen dikun kalon numri prafërsisht e mes 70 dhe 80, që i bie numri mjaftueshëm edhe për radhën e zgjedhjes së presidentit apo presidentes që unë preferoj që t'jetë Vjosa Osmani për çështje duar të deputetëve dhe që situata normalizohet, pa marrë parasysh që dikush mundet me kritiku Albinin edhe kur bjen shije, kur bjen borë, po njëjtë mundet edhe për Bedri Hamzën me thonë. Mirë, po nëse vim deri te kjo situatë, për 3 ditë na edhe ashtu do thotë i harrojmë gjanat kush ka thonë më herët, edhe është një rrugë që Kosova faktikisht tyne politikanëve ja u sheh hajrin dhe për të satën herë përsërita sot këtë 2 ditë që është lënë qëllimisht nga Memli Krasniqi, e gjë besoj që ka qenë sugjerim shumë i mirë që të kemi konventën e PDK-s e cila e përfundoi punën e zgjodhim kryetarin e ri, do thotë është lënë qëllimisht që të jetë në dorë të Bedri Hamzës edhe Albin Kurtit, sigurisht që edhe zotit Konjufca, që të eventualisht të bisedojnë, të zgjidhin këtë me shkop magjik, që të kemi qeveri të re edhe këto gjana krishka i kemi përjetu për disa muaj na edhe ashtu shpejt i harrojmë. Profesor, besoni se do të ketë në këtë